flasim për një temë e cila është me rëndësi ta kujtojmë vazhdimisht. Gjithë kemi me vdek. Tema e vdekjes është një temë të cilës shpesh njerëzit i ikin të flasin rreth saj. I ikin sepse e kuptojnë se ajo va tregon se jeta në këtë dunjë është me kufi. Ka fund dhe nuk mund mbetesh për gjithmonë në këtë dunjë. Vdekja është e vërteta më e madhe të cilën e shijon secili njeri. Dhe për këtë Allahu në Kur'an thot: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Çdo njeri ka për ta shijuar vdekjen. Thumma ilayna turja'un, pastaj tek ne do të ktheheni. Pra vdekjen e kanë shijuar pejgamberët, e kanë shijuar faraonët, e kanë shijuar mbretërit, e kanë shijuar pasanikët, e kanë shijuar mjekët, e kanë shijuar të fuqishmit. Nëse këta e kanë shijuar vdekjen, atëherë ne tjerat që nuk kemi pejgamber, nuk kemi faraon, nuk kemi mbretër, nuk kemi të pasur, nuk kemi mjek, nuk kemi të fuqishëm, sigurisht do të shojmë. Nuk kanë mund të ikim vdekjes ta, nuk mund të ikim as na. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Udhkuru hadim al-ladhat." Për kujtojnë shkatruesin e kënaqësive. Ajo është vdekja. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Gjë ku njeriu e përkujton vdekjen, nëse është në gjerësinë e dunjas i ngushtohet ajo. Dhe nëse është në ngushticën e problemeve, i zgjerohet ajo." Do thot vdekja është një amortizer i mirë dhe katalizator i situatave të jetës së njeriut. Që njeriu mos të habitet dhe të bëhet mendje madh. E të haron ditën kur do të takohet me Allahun fuqiplot, e të bëjë zullum, e të keq përdor pushtetin, e të vret dhe të burgos njerëz pa drejt, e të fiton mallkimin e njerëzve pastaj vazhdimisht. Andaj ti i nderuar i vëlla, ti e nderuara motër, ju që e shikoni këtë sqarim, keni frikë Allahun, kujtojeni në vdekjen, nalu dhe mendo. Para 100 vjete, kush ka jetu, ku janë? Dhe pas 100 vjete, ne afuvall do t'jemi. Dhe brezat ndrohen. Njerëzit kalojnë dhe ikin dhe shkojnë. E ne nuk marrim mësime dhe porosi. Nuk e ndalin veten nga epshi jon. Nuk e ndalin veten nga mendimi i keq. Nuk e ndalin veten nga përgojimi i njerëzve. Nuk e ndalin veten nga fitimi haram. Nuk e ndalin veten për shumë gjërave të këqija dhe në anën tjetër nuk i kryjm obligimet ka shej Allahu të fuqiplot. Ditët shkojnë dhe ikin. Vitet kalojnë shpejt. Shumë shpejt mbushim mosha të vjetra të shumta. Mirë po asesi të pendohemi dhe të kthehemi te Allahu subhanahu wa taala. Kanë vdekë të gjitha krijesat që kanë lind dhe çdo sen që ka fillimin e vet e ka dhe mbarimin e vet. Jo vetëm njeriu si krijesë më e përsosur dhe më e zgjedhur dhe më e dalluar e Allahut dhul xhelal, por edhe krijesat tjera madhështore dhe gjigante. Gjithësia dhe shakante e ka fillimin e vet dhe ka për ta përjetuar përfundimin e vet. Melaqet e mëdha e gjigante siç është Xhibril alayhis salam e ka fillimin dhe ka mbarimin e vet. Madje edhe Melekul Mauti që vet ai është i angazhuar nga Allahu me ta marrë shpirtin e njerëzve. Edhe ati Allahu ka me marrë shpirtin në fund dhe s'ka me met asnjë krijesë. Atëherë Allahu dhul xhelal ka me thonë: "Limenil mulku al-yawm." Sot kujt i takon pushteti dhe mbretëria? S'ka më asnjë krijesë, as kush nuk mund të flet, as bën gjë, as zhurm. Atëherë s'ka kush i përgjigje, do t'i kthen Allahu vetes përgjigje dhe thot: "Lillahi al-wahid al-qahhar." Allahut vetëm i takon pushteti dhe mbretëria, i cili është një dhe i gjithfuqishëm dhe i gjithmonë. Andaj të nderuar, ndaluni, mendoni për këtë fund, mendoni për këtë situatë dhe pastrojeni shpirtin, fisnikrojeni shpirtin, fisnikrojeni veprat dhe jetën për të qenë më të dashur te Allahu dhe për të fituar mëshirën e tij dhe bereqetin e tij në dunjë dhe të fituar lumturinë e përhershme në ahiret. Allahu fuqiplot e manifeston fuqinë e tij nëpërmes vdekjes kur thot: "Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është i bekuar qoftë Allahu që në dorën e tij është pushteti, i cili e ka krijuar vdekjen dhe jetën, që t'ju sprovon juve kush për juve më mirë do të vepron.
Pra Allahu e manifestoi fuqinë e tij duke treguar se është i pari pa fillim dhe i fundi pa mbarim. Dhe duke treguar fuqinë e tij se është ai i cili e ka krijuar vdekjen dhe jetën, dhe thot ai e vendos kush jeton dhe kush vdes, kur jeton dhe kur vdes, ku jeton dhe ku vdes, vetëm ai subhanahu wa taala, dhe askush të vështi, dhe tregon porosinë e fundit se jeta me fillimin dhe mbarimin e vet është një mejdan i garave për vepra të mira. Është mejdan ku duhet shtihemi njëri me din kush do të bën vepra të mira, edhe do t'i bën kualitativ të sinqerta për Allahun dhe përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, kujtojeni vdekjen. Mos harroni se një ditë të gjithë do të dalim nga kjo dunja. Do të pështjellim një qefin i cili nuk ka xhepa, në të nuk mund të afusim pasurinë e as gjërat e ndryshme të dunjas. Atëherë do të jemi të vetmuar në varr, vetëm na dhe veprat e tona të mira që kemi bë. Andaj kujto se a ki vepra të shumta të lloj-llojshme që do të rinë me ty në varr apo vallë, do të i humbish ato, apo do t'i kesh me veti e do të fillon mjerimi, do të fillon dënimi, do të fillon jeta e vështirë që nga momenti i parë që jenë varr derisa dalin para Allahut fuqiplot. Elusim Allahun që të na e çelë syt e ballit dhe zemrës, e të shohim vërtetën si të vërtetë, dhe ta ndjekim atë, dhe të kodës si të kodë, dhe të largohemi prej saj, dhe të kuptojmë këtë vërtetë absolute, gjigante, madhështore, që të gjithë njerëzit e shijojnë, të gjithë njerëzit e shohin, dhe të gjithë njerëzit binden në të, mirë po fatkeqësisht pak janë ata që marrin mësim, e inshallah bëhemi na për asaj pakice që marrim mësim nga vdekja e njerëzve dhe përmirësojmë jetën tonë dhe bëhemi më të mirë në dunjë dhe fitojmë rahmetin e Allahut në ahiret. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.